Partitë politike kanë nisur garën për zgjedhjet e 11 majit. Partitë kanë ndezur motorin për të siguruar mandatet në legjislaturën e re parlamentare me objektiv qeverisjen e vendit. Partia Socialiste synon që të marrë mandatin e 4 me premtimin se do të antarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ndërsa koalicioni i drejtuar nga Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, kërkon të bëjë rotacionin dhe të marrë pushtetin pas 12 vitesh në opozit. Partitë e reja po paraqiten si alternativë ndryshe nga dy forcat tradicionale politike shqiptare që kanë qeverisur vendin dhe kërkojnë të jenë shpresa për të gjithë shqiptarët e zhgënjur. Demokratët me sloganin për Shqipërinë Madhështore në orën 19 do të hapin fushatën në sheshin Nën Tereza. Sali Berisha kërkon rikthimin në pushtet dhe premton luftën ndaj korrupsionit, ekonomi më të fortë dhe drejtësi për qytetarët. Pjesë e fushatës së demokratëve do të jetë edhe amerikani Chrysler Civita, për të cilin kreu i PD-s Berisha beson se është arkitekti fitores në zgjedhjet e 11 majit. Nga ana tjetër, Partia Socialiste me sloganin Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, sot në orën 17 në sheshin Skënderbej do të hapë fushatën me gratë në një lidhje paralele online nga 12 qarqet e vendit, por hapja e madhe zyrtare e fushatës së socialistëve do të jetë të shtunën në orën 12, po në sheshin Skënderbej. Në këto zgjedhje, çdo forcë apo koalicion sipas formulës së re elektorale ka 186 kandidat për deputet, ku 46 janë nga lista e mbyllur dhe 140 nga lista e hapur. Kanë të drejtë vote mbi 3.7 milion qytetar, ndërsa për herë të parë këtë vit voton edhe diaspora shqiptare.